Parku Zoologjik i Tiranës është themeluar fillimisht në vitin 1966. Ka pasur një rinovim të tij në 1973, por rikonceptimi dhe përshtatja në një hapësirë rekreative me habitate më të mira për kafshët, përmirësim të mirëqenies së kafshëve dhe të kthyer këtë në një institucion për edukimin e publikut, ka ndodhur në verën 2022. Interesi më i madh i vizitorëve kryesisht fokusohet tek luanët. Kemi një grup të vogël lemurësh, të cilët gjithashtu tërheqin shumë vëmendje sepse është era e parë në Shqipëri që kemi një popullat lemuri dhe është nga të paktat popullata në Ballkan të lemurëve. Kemi 3 arinj të një moshe të avancuar